një person i paraqitet të dashurit të Allahut duke i thënë: Ja Rasul Allah, motra ime kishte bë beje, kishte premtuar Zotit të madhruar që do ta krije haxhin, por vdiq pa me e kryer këtë obligim, pa me realizuar fjalën dhe besën që kishte dhënë Allahu xhaleshanu, pra që ishte betuar në emrin e Zotit të madhruar. I dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam i thot: e nëse motra ite do të kishte vdekur duke i pasur dikuj prej njerëzve borxh, a do të t'ja kishte shlirë borxhin motrës tënde? Thot: gjithsesi ja Rasulullah. Thot: atëherë borxhi dhe premtimi ndaj Allahut xhaleshanu është më meritori të krihet. Edhe ky njeri e kuptoi se atë që e premton dhe që i jep besën Allahu xhaleshanu a priori duhet kryer me përpikshmërinë më të madhe. Dhe kuptohet që ky njeri përderisa e kuptoi se kjo është një barë që i ka mbetur antarëve të familjes, respektivisht fillim i ka mbetur personit që ka dhënë besën Allahut ta krije këtë obligim, ky njeri me njëherë momentin e parë që u dha mundësia për ta krijer haxhin, e kreu duke qenë bedel për motrën e tij.